Përshëndetje miq, po vazhdoj edhe sot me shpjegimin e rastit Ekrem Imamoglu dhe të rjetit të cilësuar kriminal me predispozita terroriste, të cilën e paskësh udhëhequr kryebashkiaku i Stambollit. Duke ju bërë me dije se sot gjykata e Stambollit ka pru vendim për arrestimin e Ekrem Imamoglu dhe të një pjese të këtij ekipi si rezultat i hetimeve, rrjedhimisht gjetjeve të cilat i janë prezentuar kësaj gjykate. Procesi që fillon me ndalimin paraprak të kryetarit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, Ekrem Imamoglu, dhe më shumë se 100 personave të tjerë, ta dini se është proces gjyqësor, nuk është proces apo luftë politike, luftë për poste, luftë për ndalimin e njëri tjetrit në rrugtimet e tyre politike të presidentit Erdogan dhe të kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Por është kryesisht proces gjyqësor. Prandaj, mendoj unë, është e moralshme të thuhet se veprimi i parë, refleks, që duhet ndërmarr në këto raste është respektimi i së drejtës së prezumimit të pafajësisë së atyre që janë objekt ose i hetimit, ose i ndjekjes penale, ose i ndalimit apo gjykimit. Sepse edhe moralisht, edhe juridikisht, e drejta e gjithë secilit për të mbetur i panjollosur është e drejtë e shenjtë. Megjithatë, ka edhe një aspekt tjetër të prezumimit të pafajësisë, i cili kërkon që personi i cili akuzohet apo gjykohet për akuza të ndryshme të mos shpallet i pafajshëm para kohe. Pra, në të dy rastet, prezumimi i pafajësisë do të merret parasysh. Aq më tepër, unë personalisht, duke e ditur, falë Zotit, se për videot apo shkrimet apo analizat të cilat ua prezentoj, për cilën nga 10 mijëra njerëz, unë edhe më shumë ndjej përgjegjësi që të jam sa më objektiv në atë që e them dhe e shkruaj, dhe sa më i arsyeshëm, i kujdesshëm të përzgjedhë çfarë të prezantoj shqiptarëve. Për shkak se ato të cilat i prezantoj dhe i shkruaj, fillimisht i shoh edhe me syrin e interesit ton shoqëror, nacional, kombëtar. Ajo që është e dëmshme, apo e cila nuk na hyn në punë fare, nuk merrem me te dhe nuk harxoj kohë e as ju harxoj juve kohë që t'i lexoni ato apo t'i dëgjoni. Për te i kësaj, të qenurit objektiv, për te i obligimit moral, akademik, njerëzor, etik, njerëzit obligohen edhe fetarisht që të kenë kujdes të shtuar maksimal në atë që e thonë, që e shkruajnë dhe që e lexojnë dhe e dëgjojnë. Ka ajet në Kur'an i cili në mënyrë decide, eksplicite, të drejt për drejt, u bën thirrje njerëzve që të kenë kujdes me lajmin të cilin e përhapin apo me lajmin të cilin e sjellin, duke u bërë thirrje i njëjti ajet atyre të cilët e dëgjojnë dhe e lexojnë, që edhe ata të kenë kujdes me rastin e leximit dhe dëgjimit të lajmeve. Pra, Kur'ani na obligon edhe neve që japim ndonjë informacion, ndonjë analizë, të jemi objektiv, në mënyrë që të mos shkaktojnë pastaj probleme tek ata që na dëgjojnë apo na lexojnë, e pastaj prej tyre të kenë dëme edhe ata të cilët i dëgjojnë dhe lexojnë më pastaj. Kur'ani, duke e ditur këtë, porosit
që lajmi të verifikohet, edhe kur jepet, edhe kur merret. Po si të verifikohet nga ata kur e marrin lajmin, si ta dinë se është lajm i vërtet, një ndër predispozitat më të njohura në lidhje me këtë është personi i cili e jep lajmin. Nëse dihet se një person shkruan në për rrjete sociale, në për mediume të ndryshme, në për analiza dhe debate, njihet si dezinformues, njihet si njeri i cili bën lajme sa për përfitime materiale të postit apo për të mbështetur qëllimisht dikë në dëm të tjetrit, ky lajm sipas interpretimit të këtij ajeti apo ky burim është burim dezinformimi dhe nuk dohet të mirët i mirëqen lajmi nga kë. Të kthehem në e thash këtë në fakt për edhe pse e shoh të arsyeshme ta them spaku një herë dhe për herë të parë po e shpjegoj këtë, edhe për t'ju dhënë përgjigje disave të cilët duke mos i njoftë rrethanat fare në Turqi apo të çështjeve të tjera, të problemeve të tjera në marrëdhënie ndërkombëtare, shkojnë edhe ose kritikojnë, ose shajnë, ose shpifin, ose vetë vinë me lajme dhe analizat të cilat nuk kanë të bëjnë fare me realitetin. Unë po e dëgjoj njerin që jep ka njëherë, po thëtë se është gazetar, jep intervista nga Turqia, shihet se nuk është i sinqert në atë që e thët. Po, në mungesë të tjerëve me sa duket, mediat po marrin lajme për ti, po e thrasin, po marrin intervista dhe shumë herë kam pas se janë dezinformata. E them këtë me përgjegjësinë më të madhe para Allahut dhe para juve dëgjuesve. Dezinformata dhe pasqyrime jo reale të realitetit politik dhe shoqëror në Turqi. Ai dhe të tjerët le ta mbajnë përgjegjësinë e vetë para njerëzve cilve ju flasin dhe para Allahut të madhreshëm. Tema e sonshme, domethënë e sotshme, e para iftarit nëse arrita ta aplaudoj me gjithë që po merr shumë kohë, aplaudimi për shkak të internetit të dobët, rrjetit të dobët, këto dua të flas para të se vendimi i gjykatës, vendimi i sotshëm i gjykatës është që Ekrem İmamoğlu të dërgohet prapa grillave në burg, në arrestim, për shkak se për gjatë hetimeve është shumë ma shumë, kanë dalë gjëra shumë më të rrezikshme se sa që janë zbuluar për gjatë përcjelljes të procesit kriminal. Kontributi i njerëzve brenda GHP-s kësaj radhe është i pakontestueshëm. Megjithëse që kryetari tanishëm Özel, që ka ardhur në udhëheqjen e GHP-s, pikërisht me ndihmën, korrupsionin dhe veprimtari kriminale të Ekrem İmamoğlu, e ka pru në krye të GHP-s për t'ju dashur aty, jo për të ruajtur një parti me pesh në historinë politike të Turqisë, një parti e cila për gjatë dekadave ka luajtur rol permanent në udhëheqjen e shtetit, na pëlqeu apo nuk na pëlqeu, këtu duhet të jemi objektiv, një parti e cila është formu e para pas krimit të Republikës Turke, e kanë pru deri në këtë drejtë sa të jetë një strumbullar i aktiviteteve korruptive kriminale dhe së fundmi për çudin edhe të vetë njerëzve udhëheqës të GHP-s me predispozita terroriste duke ndihmuar në mënyra të ndryshme, mbas edhe financiare PKK-n, organizatën terroriste e cila për dekada lufton për rënimin e rendit kushtetues dhe të shtetit të Turqisë. Pra, ato që janë gjetur për gjatë kësaj periudhe edhe për gjatë hetimeve 4 ditore, marrjes në pyetje, bijet vendimi i arrestimit të parit të këtij grupi kriminal. Dhe ky është Ekrem İmamoğlu. Këto do t'i përmende edhe disa emra me rëndësi të njohur
të cilët tani më janë prapa grillave. Përveç Ekrem Imamoglu, është arrestuar edhe Murat Öngün, gazetar, reporter, udhëhec i kompanisë mediatike, e cila ja ka bërë reklamën, ja ka mbuluar të palarat dhe ka krijuar kontakte të ndryshme me si motra të vetat në Turqi dhe jashtë Turqisë. Përveç Murat Öngün, është arrestuar edhe Tuncay Yılmaz, drejtori i përgjithshëm i kompanisë Imamoglu Constructions. Shiqeni tash, drejtori i kompanisë Imamoglu Constructions po arrestohet me emën e me mbjemën, me letra, dihet se është drejtor i kësaj kompanie, ndërsa nga Turqia në Shqip, në intervista vin lajme se jepën informacione të gabueshme dhe tendencioze se Ekrem Imamoglu nuk ka pas kompani private. Unë nuk di në Turqi si është e rregulluar me ligj, një kryetar bashkie apo komune a ka të drejtë të udhëheq apo të ketë në pronësi kompani private, ndërtimore, qofshin apo të tjera. Nuk e dije, por si do që të jetë, ajo që dua të them këtu është se Ekrem Imamoglu, përveç kompanisë Imamoglu Constructions, ka në pronësi edhe shumë të tjera dhe është aksionar, ka qenë aksionar edhe në kompanit të ndryshme. Thash, a është rregulluar me ligj apo jo, nuk e dije. A është e drejtë apo jo, nuk e dije. Por ato që e di është fakti se kompanit në pronësi të tij dhe atje ku është aksionar dhe të tjera kanë qenë ato të cilat e kanë zhvilluar aktivitetin kriminal, ekonomik në dëm të bashkisë, të qytetarëve të Stambollit dhe të Turqisë në përgjithësi. Pra, janë shfrytzuar për tender të ndryshëm e më pastaj shihen në për video që e ka qitë në pa GHP, janë njerëz e GHP-s, duke i numruar parat edhe me maqinë elektronike dhe duke ju dorëzuar më pastaj Ekrem Imamoglu. Për te i kësaj kam pa edhe gjana të pabesueshme. Një ndër gjërat më të pabesueshme që i kanë bërë është edhe ndihma financiare që i është bë organizatës terroriste të PKK-s. Dhe disi po ndërlidhet mua dalja në shesh e kësaj afere, e këtij kriminaliteti, disi po ndërlidhet mua edhe me rastin e Siris. Po ndërlidhet edhe me rastin e Devlet Bahçeliut, një lider politik, të cilën do ta dëshironte secili shtet. Megjithëse që i një partie jo të fuqishme në numra, i MHP-s, Partia Nacionaliste, kam thënë edhe më parë, Devlet Bahçeliu dhe partia e tij janë boshti kurrizor i shtetësisë Turqisë. E ka ruajtur Turqinë, e ka mbështet partinë në pushtet atëherë kur është dashur dhe i ka trokitur në derë për t'ia tërhequr rrejtjen atëherë kur është dashur. Nuk ka lënë të lajthiten krahët ekstrem të skajshëm të politikës turke. Ka qenë një bosht kurrizor. Kjo parti, ose Devlet Bahçeliu, ka kohë që komunikon me bën përpjekje që ta bind Abdullah Öcalanin që ti lëshon PKK-ja armët. Në kohën kur kjo po arrihej, zbulohet se pikërisht Ekrem Imamoglu dhe grupi mafios kriminal i tij pas këshin financuar dhe po financojnë edhe më tutje këtë organizat terroriste. Përveç këtij personi, është arrestuar edhe kryetari i komunës Beylikdüzü, aty ku ka qenë përpara edhe Ekrem Imamoglu, dhe ky është Mehmet Murat Çalık. Ky arrestohet për hetim korrupsioni. Përveç këtij, është arrestuar edhe një kryetar tjetër komune, dhe ai i komunës Shishli, Resul Emra Sahan. Ky arrestohet për hetime terrorizmi. Ky i ka mbajt lidhjet me atë Barëshin, për cilën folja shkurtimisht dje, që Barëshi ka marrë pare me çanta dhe me thas me kofera prej këtij të ardhura nga Ekrem Imamoglu
për t'ja dërguar PKK-s në perëndim, sepse kështu ishte bërë marrëveshja. Ju si HDP, Parti e Kurdëve, ndihmoni mua në zgjedhjet e Stambollit të 31 marsit 2024, por edhe më parë, unë pastaj e ndihmoj aktivitetin tuaj. Resul Emra Sahan, unë mendoj se nuk do të kalon let në ditët në vazhdim dhe në muajt në vazhdim. Përveç kësaj është arrestuar edhe Mehmet Ali Çalışkan, një shkrimtar dhe gazetar i njohur i Turqisë, pastaj Mahir Polat, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, pastaj Ertan Yıldız, kryetari i komisionit të filialeve të kuvendit të Bashkisë Metropolitane të Stambollit, pastaj është arrestuar edhe Ali Ilbak, njëri nga partnerët e Ilbak Holding, familje, njerëz familjar, që e kanë në pronësi edhe CNBC bankën, në përmes së cilës bank janë bërë transferet dhe transaksionet e pareve të paleqme dhe investimeve dhe ndihmave për PKK-n dhe aktivitetet e tjera terroriste. Përveç kësaj, është arrestuar edhe Murat Ilbak, i njëjtës familje, pastaj Ali Nuh Olu, pronar i Nuh Olu Constructions, ato thast e pareve që shihen në për video, të cilat i inicon GHP-ja, njerëzit e GHP-s, sepse e ponë se situata shkoj jashtë kontrolli, me kriminalitetet të ndryshme, me ndihma terrorizmit. Ky është pronari i cili i sjell parët në atë video. Pastaj është Murat Abbas, drejtor i përgjithshëm i kulturës në Bashki. Pastaj Zonja Serdal është drejtoresh e përgjithshme e kulturës ish e dikoshme. Pastaj Servet Yıldırım, drejtori i përgjithshëm i CNBC bankës. Banka e cila e ka luajtur rolin kryesor e bartjeve të pareve të paleqme, është dënuar pastaj edhe zonja Bugra Gökçe, presidente apo kryetare e Agjencisë e Planifikimit të Stambollit dhe të tjera. Të gjitha këto arrestime dhe të cilat edhe të tjerat priten që të arrestohen, a një numër nga ky grup janë lënë në liri, që të mbrohen në liri dhe në përcjellje natyrisht, ka prej tyre dhe në Borg Shtëpiak. Të gjitha këto janë rezultat pra i të arriturave dhe gjetjeve përgjatë hetimeve, e sidomos përgjatë marrjes në pyetje në këto 4 ditët e fundit. Aty kanë dalë gjëra të pabesueshme, jo vetëm për mua, por edhe ata të cilët i kanë marrë në pyetje. Edhe një lajmërim për sante, me izën e Allahut, pas iftarit, ndoshta pas namazit të taravive del aplaudohet në kanalin tim në YouTube, që po ju bëj thirrje, bëjeni o njerëz të mirë, subscribe dhe shpërndani videot, sepse janë të dobishme dhe të mira për të dëgjuar. Përtej kësaj, mua më bëni nder dhe më ndihmoni, sepse shikueshmëria juaj, interesimi juaj, mua më bën më kurioz, më bën më i koncentruar në atë që duhet të bëj dhe të përgatitem sa më shumë. Në videon e radhës sante keni me dëgjuar një material vërtet, më thonë vallahi, të pabesueshëm. Ka të bëj me mënyrën e rënimit të rendit global që ka ekzistuar deri në ditën e ardhjes së Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë. Se si ka arrit ta rënoj rendin global nga unipolar në bipolar tani, një grup Amerika dhe njerëzit të cilët dhe shtetet të cilat do t'i marrë në sqetull, në anën tjetër Rusia, Kina dhe Irani veç po shihet se është pjesa tjetër e sistemit global. Se si e ka rënuar FMN, Bankën Botërore dhe të tjera, do të mësoni dhe do të bindeni edhe më shumë në ato që jam duke i thënë që 2 vjet e këtej. Se rendi global i kaluar ka mbaruar dhe se ka ardhur koha e një rendi të ri global, në të cilin shqiptarët paraprakisht do t'i bëjnë përgatitjet dhe leximin paraprak
se çfarë duhet të bëjnë. Deri atëherë mirëmbëjtje.